Sot u mbushën 44 vjet nga demonstratat e studentëve të Kosovës më 11 mars të vitit 1981. Kjo demonstratë është vlerësuar njëra ndër ngjarjet që tronditi ish Jugosllavinë. 44 vjet më parë, në mars të vitit 1981, në Prishtinë shpërthyen demonstratat e studentëve. Demonstratat që ndodhen në Kosovë 44 vjet më parë, më 11 mars, nisën si shprehje e pakënaqësisë së studentëve shqiptar të Universitetit të Prishtinës, të cilët më 4 mars të vitit 1981 në menzën e studentëve brenda qendrës së studentëve në Prishtinë protestuan spontanisht ndaj kushteve jo të mira sipas tyre, në të cilat jetonin dhe studionin në atë kohë. Por më pas, më 11 dhe 27 mars, si dhe më 1 dhe 2 prill të vitit 1981, kërkesat fillimisht me përmbajtje sociale evoluan në kërkesa që shpërfaqnin pakënaqësitë politike, shoqërore dhe kombëtare. Si pasojë e demonstratave të studentëve, erdhën tubimet e njohura si demonstratat e punëtorëve, në të cilat kërkohej lirimi i studentëve të burgosur. Por përsëri organet shtetërore ndërhyn me tërë brutalitetin e tyre gjatë tubimeve dhe ish armata jugoslave pushtoi rrugët e Kosovës, duke u vendosur në tërë territorin. U vendos edhe gjendja e jashtëzakonshme e më vonë edhe shtetërrethimi. Demonstratat gjithëpopullore të marsit dhe prillit shënuan fillimin e kthesës vendimtare të ndarjes definitive të shqiptarëve të robëruar nga ish Jugoslavia.